Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën e Gafores për muajin maj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Por ndërkohë këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Gafores. Ju uroj një muaj të mbar të gjithëve dhe shohim se çfarë energjie do na vi. Atëherë shohim në javën e parë. Keni të bëni me energjinë e shenjës së Demit, energjia e shenjës së Luanit dhe energjia e shenjës së Shijetarit. Për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Është një fillim jave dhe muaji që ju do keni takime të rëndësishme në lidhje me një person që ju jeni dëshironi ose të futeni në një njohje. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që janë në lidhje dhe në njohje, ju do dëshironi që ta çoni para këtë njohje ose këtë lidhje. Ndoshta për ta çuar në një bashkëtesë, në një martesë ose diçka tjetër. Dhe kemi kartën e diellit që tregon shkëlqim, do keni sharm, do jeni shumë të lumtur në lidhje me takimet, me njohjet, me lidhjet, por dhe me marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë, ju shoh që do jeni transparent, do jeni të drejtë për drejtë në marrëdhëniet që keni, njohjet, lidhjet ose edhe për gjithë ata që do futen në një njohje. Ndërsa për pjesën tjetër, të gjithë ata që kanë lidhje me anën profesionale, shoh që do hyni në një partneritet, por do keni dhe kontrata të rëndësishme. Dhe kjo gjë do t'ju lumturoj, por ndërkohë do jeni të hapur në lidhje me bashkëpunime, partneritete, me karrierën tuaj, por edhe me punën tuaj. Dhe vazhdojmë me javën e dytë. Java e parë është një javë fantastike për gjithë ju. Dhe kemi 3 asa. Java e dytë është fantastike. 3 asa. Kemi asin e shkopinjve që ju mund të keni një lidhje me shenjat e zjarit, asin e kupave që jeni përfshin edhe energjinë tuaj, por kemi dhe asin e monedhave, që janë energjia e shenjave të tokës. Për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja ose ju mund të keni ascendenten tham ose hënën te këto shenja. Gjithsesi shoh fillime të reja, me shumë pasion, me shumë emocione, në njohjet që ju do futeni. Por janë njohje që ose fillime të reja që ju i keni menduar mirë ose do t'i mendoni mirë gjatë kësaj jave. Ndërsa në lidhje me lidhjet dhe marrëdhëniet, lidhjet ose njohjet që ju keni, shoh që ju do keni fillime të reja në kuptimin e një bashkëtese. Në një rast tjetër, ndoshta për ta kaluar në një fejesë ose në një martesë, njohjen që ju keni, për ta finalizuar. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet shoh që do jetë një javë fantastike ku ju do keni pasion, do keni shumë emocione në marrëdhëniet tuaja. Por ndërkohë në lidhje me punën, edhe aty ju do keni një fillim të ri, një projekt, një bashkëpunim ose një karrierë të re, ose edhe një punë të re, e cila do t'ju japi shumë emocione, por do ketë edhe zhvillime të mira nga ana ekonomike. Është një javë përsëri fantastike. Ju mund të bëni fillim në një biznesi, mund të jetë fillim dokumentash për një pjesë tjetër, mund të jetë fillim i një kursi ose një biznes i ri, ku ju do ta bëni vërtet me shumë pasion këtë gjë. Dhe shoh që është një javë shumë e mirë. Edhe java e dytë.
Ju shoh në javën e tretë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjia shenjës së ujorit dhe energjinë e shenjës së luanit ose të zjarit përsëri. Në fillim të javës së tretë, disa prej jush ju shoh që keni marrë eksperienca nga vështirësitë që keni kaluar dhe në javën e tretë do filloni të përdorni më tepër pjesën e logjikës ose do t'i mendoni mirë këto fillimet e reja që do t'i bëni në javën e dytë. Dhe shoh këtu flasim në lidhje me dashurinë dhe ju do realizoni diçka në lidhje me një person. Ju mund të keni pas pengesa të një pasnjëshme me këtë person, po ju do harini t'ja dilni për të realizuar ndoshta dhe një takim me këtë person. Në lidhje dhe në marrëdhëniet tuaja, ose edhe në njohjet që keni, dhe aty keni kaluar shumë vështirësi. Por gjithsesi këto vështirësi ju kanë bërë që ju të përdorni ose t'i mendoni mirë edhe rreth marrëdhënieve tuaja, por ndërkohë do përdorni, ju shoh që keni mbyllur pak zemrën, por do përdorni shumë fort pjesën e logjikës për të realizuar gjërat që ju dëshironi në marrëdhënien tuaj. Edhe pse ju shoh që do keni pengesa dhe në marrëdhënie, por gjithsesi e rëndësishme është që ju do t'ja dilni. Një pjesë tjetër prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, me zyra, mund të jenë zyra shtetërore, por mund të jenë dhe private, dhe dokumentat mund të jenë nga më të ndryshmet, por shoh që dhe aty do arrini t'i realizoni gjërat edhe pse do keni pengesa. Kjo vlen edhe në lidhje me punën tuaj, ku ju ndoshta dëshironi të realizoni këto fillime të reja. Mund të jetë një biznes i ri, ose mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, dhe keni marrë eksperjenca nga bashkëpunimet e kaluara ose nga një punë që keni pasur, dhe ju do harini ta realizoni një projekt, një bashkëpunim, një punë të re ose edhe një fillim të ri ekonomik. Por ndërkohë dhe në lidhje me personat që mund të bëjnë fillimin e një kursi, ose mund të jetë një kurs për patentën, mund të jetë një kurs për gjuhën, për një gjuhë huaj ose edhe trajnime të ndryshme që ju do keni, por shoh që do harini të realizoni gjithçka gjatë javës së tretë. Dhe shohim në lidhje me javën e katërt. Edhe java e katërt është një javë fantastike për shenjën tuaj. Dhe ju shoh në fillim të javës, mund të keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjia shenjës së binjakëve, por dhe energji të shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë. Ju do çliroheni nga një lodhje që ju ka shoqëruar për një kohë të gjatë. Dhe kjo lodhje, për pjesën e beqarëve, mund të ketë lidhje me një person që ju mund t'ju ketë lodhur shumë. Dhe shoh që ju do t'jepni fund kësaj lodhje për të bërë një fillim të ri. Dhe shoh një takim në të dyja këto letra, është një shpirt binjak ky person, ndiheni shumë të dashuruar me njëri tjetrin, por ndërkohë deri në fund të javës së katërt, në fund të muajit, ju do harini duke bërë një takim dhe duke shprehur këto emocione në lidhje me njëri tjetrin. Dhe kemi energjinë e binjakëve, tham edhe këtu, por dhe të shenjave të ujit. Ndërkohë, ju shoh në lidhje me marrëdhëniet tuaja, ndoshta ju jeni lodhur në marrëdhëniet, mund të keni pasur situata të lodhshme në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, që ka ardhur një moment që ju do t'jepni fund, do çliroheni nga këto situata dhe ju shoh më të konsoliduar, do ndjeni më mirë, do keni emocione për njëri tjetrin, do jeni më të konsoliduar, ndërsa në lidhje me punën tuaj, disa prej jush mund të keni pasur një ngarkesë të madhe pune dhe në javën e katërt ju do çliroheni për të bërë një fillim të ri dhe mund të jetë një punë e re, mund të jetë një partneritet i ri, sepse shoh shumë fort që do keni partneritete në javën e fundit. Dhe nga ana ekonomike dhe do ta festoni këtë partneritet që do hyni ose një bashkëpunim që do bëni. Në rastin e personave që mund të jenë në një punë, mund të jetë një person dashamirës që do t'ju ndihmojë. Mund të jeni në një punë që ju ka lodhur jashtë mase, ju dëshironi të jepni fund,
ose në rastin tjetër mund të bëni dhe disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur. Disa prej jush mund të mbyllni projekte, bashkëpunime të ndryshme, partneritete gjatë javës së 4 për të hyrë në bashkëpunime dhe partneritete të reja. Dhe ju do t'i realizoni gjitha këto në javën e 4. Edhe nga ana ekonomike, shoh që mund të keni pas situata që ju kanë lodhur, gjithsesi do keni mbështetje nga një person që është dashamirës në lidhje me ju dhe shoh shumë fort këtë gjatë fundit të javës së 4. Gjithsesi, është një muaj fantastik, është një muaj me bashkëtesa, me martesa, me fejesa, me takime, që do t'ju sjellë lumturi. Ju do jeni më të hapur ndaj gjithçkaje, por dhe me kontrata të ndryshme që do keni. Fillime të reja që janë pa mbarim, si në lidhje me dashurinë, me romanca, me flerte, por edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi ju shoh që do realizoni diçka në lidhje me këto fillime të reja dhe do të çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri në këto momente. Ju shoh përsëri thash në takime, në festime, në lidhje me një person, në konsolidim të marrëdhënieve tuaja, është një muaj fantastik. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim çfarë ju thotë në lidhje me dhe kemi numrin 14. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme. Gjithsesi, do jeni të mbështetur nga angjëlli juaj mbrojtës. Ju keni bërë durim në lidhje me dashurinë, do mundoheni t'i ktheni gjërat, t'i trajtoni më pozitivisht, ose ju keni bërë durim që gradualisht, duke i trajtuar pozitivisht gjërat, ju të harini që të vini gjërat, domethënë në një rregull ose t'i çoni atje ku doni. Ndërsa edhe në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, me situata të ndryshme, keni bërë shumë durim dhe ka ardhur momenti që ju t'i çoni gjërat përpara, por ndërkohë t'i trajtoni dhe pozitivisht, sepse do jeni të mbështetur nga angjëjt. Gjithsesi, ju thotë që është e nevojshme që ju të ndryshoni gjërat në jetën tuaj. Të bashkëpunoni, të bashkëpunoni në partneritetet që keni, partneritete në dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju jeni duke pritur atë momentin e duhur, dhe ky moment i duhur është në këtë muaj, sepse do jeni të mbështetur nga angjëjt. Por edhe kohën e duhur në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, për t'i çuar dhe për t'i bërë më pozitive. Për pjesën tjetër, ju keni pritur momentin e duhur për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në punën tuaj, në partneritete, në bashkëpunime, me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj ose edhe me situata të ndryshme. Ju situatat mund t'i merrni ashtu si i keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ju keni bërë durim për ta arritur në këtë muaj që do marri zhvillime shumë të mira në lidhje me gjithçka. Atëherë, kjo ishte për ju, është një muaj fantastik, ju uroj vërtet një muaj të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it.